Pamela Mars nuk është vetëm trashëgimtarja që vazhdoi dhe kërkonte të kiqte atë emrin që meritonte, por kërkoi ta rilinte të gjithë kompaninë e saj. Duke qenë se vinte nga kompania Mars, ne tashmë e dinim fare mirë që ishte mjaft e njohur, në të njëjtën kohë kishte një pasuri të jashtëzakonshme dhe një prestigj për të mbajtur, duke sikur çdo derë mund të hapej prej saj. Pra mjaftonte që ajo të vazhdonte edhe të krijonte gjithçka kishte mundësi e në të njëjtën kohë të kishte gjithçka që kërkonte në duart e saj. Megjithatë nuk zgjodhi këtë rrugë. Madje ajo çfarë të bën përshtypje është që pikërisht në kompaninë e familjes së saj ajo nuk vendosi të kishte asnjë rol drejtues që në fillimet e veta, por dëshironte të ishte një punonjëse dhe të kuptonte punën jo duke kaluar si fëmia i pasur në këtë rast që dëshironte të mësonte sa më shumë, por duke qenë një punonjëse dhe duke u lakmuar, si thuaç, në të njëjtën kohë, duke kërkuar më të mirën edhe në këtë rast, her pas here duke u qortuar mbase për punët që nuk mund t'i bënte mirë, që për shumë të tjerë mund të duket e çuditshme, por ajo kërkonte që të qortohej mbase të dënohej nëse bënte gabime në punë dhe të mos merrte pagesën që meritonte. Megjithatë, të gjitha këto ishin mënyrat e saj për të vazhduar edhe për të qenë sa më e drejtë në treg, e në të njëjtën kohë për ta ndihmuar veten për të qenë më e suksesshme në atë që përfaqëson. Dhe në fakt kanë qenë parimet e saj që kanë ndihmuar që në krye të herës. Megjithatë që në fillimet e saj u dallua për atë çfarë e karakterizonte, për fillimet e saj në kompani që dukej se do bënte diferencën edhe ishte një farë pritshmërie që në fillimet e saj. Pavarësisht se shumë ta konsideronin një mungesë ambicie faktin se ajo nisi si një punonjëse në kompaninë e saj, por me kalimin e kohës dhe pasi mësoi të gjitha proceset e punës dhe si funksiononte, ajo kishte mundësi të zbulonte më shumë edhe pse jo të kishte role drejtuese, duke kuptuar kështu se çfarë funksioni pune kishte secili punonjës që qëndronte atje dhe ku mund të çedonte secili proces. Kjo e ndihmoi dhe në fakt ka shërbyer si një mësim shumë i mirë për shumë sipërmarrës të tjerë që ndoshta mendojnë se një rrugë e tillë, një rrugë ku duhet kesh fillimisht atë karrigen e famshme mund të të ndihmojë. Në këtë rast kemi një personazh që ka ditur më së miri që fillimisht i provoi të gjitha e më pas ta gëzoi karrigen me pushtetin e plot. Pra në sensin që ka mundësi të kuptojë se çfarë ndodhe dhe mos t'i kaloj asgjë nga sytë e saj. Megjithatë, në një industri ku kryesisht ishin mësuar të ishin burrat, ishte e vështirë për të dhe e habitshme për shumë të tjerë se si mund të kishte këtë industri, edhe si mund ndikonte në mënyrë të drejtë për drejtë në atë çfarë sillte zhvillimin dhe në atë çfarë e rilinte, sepse po thonim për të sfida nuk ishte thjesht të trashëgonte dhe të merrte emrin, por dëshironte të rilinte me vizionin e saj që kishte për ta çuar më tej të gjithë kompaninë dhe kështu bëri. Në fakt, kishte sfida të shumta që e shoqëronin përgjatë gjithë kohës, fillimisht të vërtetonte se ishte ajo që mund të bënte diferencën në këtë kompani e në të njëjtën kohë për të përballur me të gjitha ndryshimet që dëshironte të kishte, dhe duke sjellë vizionin për një kompani që sillte ndryshimin gjatë gjithë kohës dhe vendoste standardet për shumë kompani të tjera që më pas në një mënyrë të pazakontë fillonin të ngjanin me të. Megjithatë, transformimi i markës ka qenë i dallueshëm nga të gjithë dhe kanë qenë të shumtë ata që kanë përmendur si një personazh që ka kontribuar shumë në këtë pjesë, duke e ndryshuar dhe duke ndikuar në gjithçka që kishte vetë kompania. Ka shumë detaje që e bëjnë atë të veçantë krahasuar me çdo tjetër që mund të ishte në këtë industri, duke bërë diferencën edhe duke sjell shifra shumë të larta në të gjithë kompaninë, në të njëjtën kohë në atë çfarë përfaqëson. Megjithatë, pjesa më e vështirë për të paktën siç është shprehur nuk ka qenë menaxhimi i markës, por të mos humbisje veten përballë akuzave që mund t'i bëhej, por duhej vazhduar me po të njëjtin intensitet dhe dashuri për të bërë atë çfarë dëshironte dhe për të bërë mesazh për shumë të tjerë, në të njëjtën kohë edhe një shembull frymëzimi, ashtu siç shpresoj që për çdo prej nesh këtë mëngjes të ketë ndihmuar edhe ndikuar sado pak në një detaj të vogël në gjërat që mund të lidhen dhe mund të ngjasojnë edhe me ne.